Tregimen nga libri Fuqia e Këshillës. Projekti që ndryshoi zemrën, mos ju thuaj atyre as uf. Mësuesja u tha nxënësve që do të punojnë projektin e mësimit të edukatës bashkë me shoqin e tyre të bankës. Tema do të jetë e lirë, ju do të zgjidhni për kë do të flisni, tha mësuesja dhe shtoi. Por mos harroni, projekti duhet të jetë me bashkëpunim dhe me miratimin e të dy pjesëmarrësve. Në pushim, të gjithë flisnin mes vetes se për kë do të shkruanin. Leila i tha Inajës: "Si thua të bëjmë për edukatën ndaj mësuesit?" Do të doja, por më duket se të gjithë për këtë do të shkruajnë, tha Inaja. "Si thua të vish sot tek unë pas mësimit dhe vendosim së bashku? Dhe nëse vendosim, mund të fillojmë menjëherë. Kam hamerin dhe printerin nëse kemi nevojë për to," tha Leila. "Së pari duhet të shkoj në shtëpi, do ta pyes nënën, dhe nëse më lejon, do të vi dhe do të marr ngjyrat dhe stikrat me vete," tha Inaja. "Nuk ka pse të ndaloj, kjo është detyrë e shkollës," tha Leila. "Patjetër që duhet ta pyes. Unë nuk shkoj diku pa lejen e prindërve," tha Inaja, dhe zilja orës ra, duke e ndërprer bisedën e tyre. Pas mësimit, vajzat shkuan secila në shtëpinë e tyre. Leila i tregoi nënës se sot me shumë mundësi mund të vinte Inaja, ndërsa Inaja e pyeti nënën e saj nëse mund të shkonte tek Leila, dhe ajo e lejoi, duke e porositur që të mos kalojë në kohën kot, por të punojnë për qëllimin që kanë bërë bashkë dhe të mos vënohet. "Në rregull," i tha Inaja dhe shkoi tek Leila pasi e lajmëroi në telefon se po shkonte. Leila e gëzuar doli tek dera duke e pritur Inajën. Duke qeshur, hyn në shtëpi dhe shkuan në dhomën e Leilës. Filluan të flisnin për temën e projektit, por ende nuk mund të vendosnin. Leila nga dhoma e thirrri nënën e saj. Nën, pa vonuar nëna e saj erdhi. Inaja e përshëndeti, ndërsa Leila i tha: "Na sill disa lëngje për mua dhe Inajën." Nëna e Leilës i solli dhe i tha: "Do ta vë djalin e vogël në gjumë. Nëse të nevojitet diçka, ngriu dhe shërbeu vetë, sepse nuk mund të përgjigjem." Leila i ngriti vetullat dhe u kthye nga Inaja duke e injoruar nënën e saj. Kjo e bëri të ndihet shumë keq Inajën. Ajo uli kokën dhe u bë sikur nuk e pa këtë gest nga ajo, por pa dashje e rrëzoi lëngun e saj dhe ai u dert në tavolinë. Leila i tha: "Mos u shqetëso, s'është asgjë," dhe u kthye nga nëna. "Nën, a e pastron një herë pastaj e vendos bebin në gjumë?" Në atë çast, vëllai i vogël i Leilës filloi të qajë duke e pritur nënën i vetëm në dhomën e gjumit. "Pastroje ti, Leila, djali po qan," tha nëna dhe u drejtua nga djali i vogël. "Ai, unë nuk di, prit," tha Leila e zemëruar. Inaja i tha: "Unë do ta pastroj, në rregull?" Inaja pastroi tavolinën dhe tashmë kishte vendosur për projektin. "Do të shkruajmë për edukatën ndaj prindërve," tha ajo. "Mendon që do të dalë mirë?" pyeti Leila e habitur nga zëri i vendosur i Inajës. "Sigurisht që po. Kemi shumë ajete dhe hadithe që flasin për këtë temë," tha Inaja. "Po mësuesja ka thënë që temat e mos jetë shumë e gjatë," tha Leila. "Do të zgjedhim një ajet, do ta shkruajmë me bukur shkrim dhe do të shkruajmë komentimin e ajetit. Do të zgjedhim disa foto për t'i ngjitur me hamer. Ha, si thua?" "Në rregull," tha ajo dhe shtoi. "Si do t'i gjejmë ajetet?" Në programin Mushafit në telefon dhe do të shkruaj prindërit, dhe do të më shfaqen të gjitha ajetet ku janë përmendur prindërit, tha Inaja dhe mori telefonin. Ku me të shkruar i dolën shumë ajete. "Cilin do të zgjedhim?" tha Leila. "Ti lexojmë me një herë dhe më pas do ta shkruajmë, ato që tregon më shumë se si duhet të jetë edukata ndaj tyre." Filluan t'i lexojnë me radhë dhe kur arritën tek ajeti "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughana 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما." Zoti yt ka dhënë urdhër të prerë që të mos adhuroni askënd tjetër përveç atij dhe të silleni mirë me prindërit. Nëse njëri prej tyre ose të dy arrin pleqërinë e tij, mos u thuaj atyre as uf, e as mos u sill vrasj ndaj tyre, por thuaju vetëm fjalë të mira. Surja Isra, ajeti 23.
Ky është ajeti që po kërkoja, tha Inaja, dhe të fësinë e kam të shkarkuar. Si thua të marrin këtë? Leila qëndroi e heshtur. Inaja e kuptoi që ajo filloi të reflektonte. E hapi tefsirin e saj dhe a lexoi komentimin e ajetit ku thoshte: pasi që ndaloi nga idhujtaria, ja ndaloi nga mos respektimi i prindërve, mos u thuaj atyre uf. Do të thotë, mos i bëj të dëgjojnë ndonjë fjalë të keqe, madje asnjë shprehje pa kënaqësie si uf. Ai e cila është shkalla më e ulët e fjalës së keqe, dhe mos u sill vrazhd me ta, do të thotë, mos lejo që prej teje të vijë ndonjë veprim i shëmtuar ndaj tyre. Na ndaloj nga fjala dhe veprimi i keq, e urdhëroj me fjalë dhe vepra të mira, duke thënë: dhe thuaju atyre fjalë të mira, që do të thotë të buta, të mira, të këndshme, me edukat dhe respekt. Sytë e Leilës u mbushën me lot dhe tha: vërtej që sillet e mia me nënën time nuk janë të mira. Inaja vendosi dorën mbi krahun e saj dhe tha: të thënë të drejtën, u habita nga sjellja jote me të. Ti e sjellshme me të gjithë, mësueset, shoqet, madje dhe me ato që nuk sillen mirë me ty. Që kur ka lindur vëllai im, më duket se gjithë konja kushton vetëm atij. Kjo më bën të jem shumë nervoze në shtëpi, tha ajo dyshie e turpëruar. Të vegjëlit kanë më shumë nevojë për kujdes, por nuk mendoj që ajo nuk të kushton as pak kohë ty. Sillu mirë me të, ndihmoje dhe mundohu të arsyetosh. Derisa po flisnin, nëna hyri në dhomë dhe në dorë mbante një pjatë me biskota në formë zemrash. Ja la në tavolinë dhe u tha: nëse keni nevojë për diçka, vetëm më thirrni, dhe doli menjëherë duke mos dashur t'i pengonte. Shiko këtë zemra, tregojnë dashurinë e saj ndaj teje, i tha Inaja Leilës. Leila u ngrit dhe e përqafoi nënën në dhomën e ditës dhe e falenderoi për biskotat. Nëna mbeti e habitur, sepse kishte kohë që Leila nuk sillej kështu me të, por kjo e gëzoi pa mas. Leila u kthye tek Inaja dhe i tha: ky është projekti më i dobishëm që kemi bërë ndonjëherë.